Jo, një vajzë e komunitetit mundet mu doke edhe kështut, mundet me fol edhe mirë shqip, mundet me fol edhe gjuhë tjera, mundet me kry edhe një shkollë, mundet krejt senet mi bot çka i bojnë vajzat të tjera. Muj me thonë u kanë pjesa ma e mire jetës tem, që jom ngritë shumë profesionalisht, jom zhvillu shumë, kom mësu shumë, edhe kom punu shumë. Gynesh Feshall është një vajzë prej Prizrenit, Rome, e cila ka përfundu fakultetin në Kolegjin AB Artet e Gjuhës Angleze, aktiviste në shumë fusha, po kryesisht në kulturë, gender rights, human rights, gjithka. Gyneshi e ka pas një fëmijëri shumë të mire, e ka pas një përkrahje shumë të madhe që nuk përshkruhet me fjalë prej familjes që e kanë bo sot mu konë Gynesh. Sa është sfiduese me qenë vajzë e komunitetit të Ram, po ashtu me shtu faktin këtu që je vajzë edhe me u rritë në Prizren. Sa ka qenë sfiduese për Kështu, Prizreni është vendi bukur për të jetu. Me thonë, krahas me situata tjera në komuna tjera, krahas me komunitetet tjera në komuna tjera, mu më duket që na në Prizren jemi pak ma fleksibile dhe ma komfort, pse jetojnë komunitetet tjera edhe kemi një farë harmoni, një farë diversiteti të mirë mes veti. Dhe me thonë, të jetuarit në Prizren as pak nuk më ka ndiku që me më ridiku, po, me qenë vajzë, edhe me qenë vajzë Rome, i ka disa vështërsit e veta, vetëm duhet me pas një mindset, një përgatitje profesionale të mirë, edhe një karakter të mirë, që me dasht me marrë diçka edhe me mri diçka. Unë e thash, edhe ceka do me thonë edhe ma heret, që vetë nuk mrien disa senet, edhe për Gyneshin nuk u konë letë vetë me mri disa senet. Kështu që organizatat, familja, rrethi, shoqënia, krejt e kanë ndërtu që të Gyneshin, edhe ja kanë hek atë barën, atë sakrificën edhe atë vështërsin për me mri diku. Sa u konë e letë ose vështirë për ty me u qasë në për organizata, me bo pjesë e trajnimeve? As pak, me tregu drejt as pak, pasi që është një organizat Durmish Aslan, është organizat kulturore, e cila na i thëmë edhe është organizat rinore, se e thëmë këto, do me thënë shumë bindshëm, që se cili individ, se cili politikan, se cili profil i komunitetit Rom, i Prizrenit, që është diku tani, e ka kalu pragun e organizatës Durmish Aslano. Do me thonë, ajo organizat u konë organizatë e para që mi ka hapë dyrt, ka thonë hajde Gynesh, përmes teatrit, përmes aktiviteteve, përmes trajnimeve, që pastaj mi ka lehtësu rrugët ose qasjet, mu rjetëzu edhe me organizata tjera, edhe me mnjoft tjertë. Mase jemi edhe në teatr, na tregon përvojën tonë që në studimi edhe mas andaj lidhjen tonë me teatrin, se një ndër aktorët e halla, mundemi me thonë që ka të komunitetit Rom, po nuk ka dhe sa dohet me pas. Teatrin është bota jem tjetër. Do me thonë, Gyneshi tjetër, Gyneshi fmi, Gyneshi emocionale, plot llojet Gyneshit mundeni me parë që tu. Do me thonë, në teatr jom qasune shumë herët, i kom pas diku 8 vjetë kur e kom lyt performancën e parë, edhe unë që tash me mshel sytë që tash i ndjej po më do këtë emocion, edhe shkak se jemi në qëtë ambient, këto zoni i drasave, ambienti e bon të vetën, po edhe teatri me të vërtet mu më ka dhonë shumë udhëzime të mirë, ose më ka përforcu për shembull oratorin, qasjen në kamera, qasjen me njerëz, mu teatri ma havu. Me thonë, përmes teatrit, unë e jo mësu mos mu tut me fol me dikon. Ndër vite, do me thonë, jom konë pjesë e teatrit, kom lyt shfaqje të ndryshme, kom lyt karaktere të ndryshme, kom mësu shumë, kemi punu me njerëz të ndryshëm, kemi punu me njerëz me regjiser shumë profesional që na kanë tregu çish duhet me hec në teatr, çish duhet me marrë frym, sa herë në minutë duhet me marrë frym, çish duhet mu kanë. Aden shumë laramani është teatri. Diqysh pjesa muj me thonë, edhe e thomë, pjesa ma e bukur e jetës tem është teatri. Të e marrë parasysh, normal, nuk është njëjtë në rajonet të ndryshme të Kosovës, vrejmë dallimit edhe ngjashmëritë. Po në kontekstin në cilin jetojmë, na e vrejmë në hapësirën mediale, njerëzit që jetojnë afër, shohim që ende ka paragjykime ndaj komuniteteve jo shumicë.
A mundesh më na tregu përvojën tone? A je ndeshme para gjykime? Çfarë gjuhë është përdorur ndaj teje, edhe çush e ke luftu te atë gjuhë që me kanë gëneshi që je sot që nuk viktimizohet? Po, normalisht kemi paragjykime, ka me zgjat paragjykimet. Paragjykimi që e maj në mend, që kur nuk ko me haru, është që kur më ka taku një shoqe me një shoqe të vetën, edhe i ka tregu që jam komunitet, i ka thonë, haj gare e tu bo, po kjo shumë e bardhë për më konë komunitet. Edhe adin jom një keq se jonë mësu, jonë trajnu, apo jonë eduku, apo jonë mësu shkurtimisht me na pa keq. Jo, një vajzë e komunitetit mundet mu doke edhe kështut, mundet me fol edhe mirë shqip, mundet me fol edhe gjuhë tjera, mundet me kry edhe një shkollë, mundet krejt senet me bot çka i bojnë vajzat të tjera. Kurse anën tjetër që nuk shihet mirë, duhemi me kryu edhe me ata pak telepati se jeta nuk u ka sill mirë me ata. Me thonë, jo gjithkush është gyneshi, jo gjithkush është vajzë tjetër ose është vajzë tjetër që ose fati, puna, i ka hecë edhe u bo. Dikujt nuk u sill jeta me ata mirë, ndoshta nuk e ka përkra familja, ndoshta nuk i ka pas kushtet, ndoshta e ka pas shkollën larg, krejt në varet prej ndoshtave që nuk ka mujt ajo me mri edhe nuk shihet mirë. Kështu që unë po menoj te na, si paragjykim ose si emet është që nuk po kryojnë telepati, nuk po mendojnë pse ka ardhur ajo vajza në qatë drejtë. Ç'ke reagu ti në këtë situatë? Jo, veç kom kesh diqysh. Po mundëm i kom thonë qështu të na dukum edhe qka. Edhe një paragjykim tjetër, u konë kur kom shku në Rumuni me një trajnim me Erasmus, mu edhe një profesor tjetër edhe ai njëjtë u konë një komunitet, na ka pyet që ata nuk e di që janë mësumi pa komunitetit, pse jeni qashtë parë. Atë kam bo me ustep paragjykimet, gjuha që u përdor? Ja, atë ka shtu ma shumë? Ja, veç parti. Diqysh, una e kom atë bindje, mi thonë kush je ti me më thonë mu qështu, qka ki ma shumë se unë. Që ato po thomë, unë e nështë edhe vetë si karakter, për shkak të rrethit, për shkak shumë rrethonave, ja u thomë dikojt kush je ti. Apo dina ma jo vajzat e tjera. Neve qka na bjen si rreth, mu qka bjen si gynesh, mu konë shembull për vajzat. Me mësu, me ka përdorem një vajzë, edhe kur e paragjikojnë, me mësu mi thonë, thuj kush je ti me më thonë qështut. Qajo është, se këto senet e tjera janë krejt, na duhemi në herë edhe pak mundal, me menu qysh, tek, qka, edhe me mri, une veç pse jam gynesh nuk do me thonë që s'kom pas vështërsi. Po mënyra qysh i kom dal vështërsive, u konë ndryshme, ndoshta. Veç ato muj me thonë. Mas ndaj, ty e ke posat e paraqitje televizive. Po. Këta që je mësume kamerat, si do qofë na shohim që ka në gjuha e urrejtjes, gjuha paragjykuse, e merr mali në përkomente. A ke vrejt kësi komente në rrjetet sociale, mas i ke pos paraqitje televizive? Po, nuk kom vrejt te une, nuk e kom pas një koment t'il. Për shembull e kom pas njëherë një intervist rrugës kështu që tu në Shadrëvan, edhe e kanë qita, u konë kështu, nuk u konë as portal, po më do këtë kështu në përjete sociale, edhe priqa veç adin që kanë me mshal, për kundra si se cili koment u konë pozitiv. Se cili koment u konë pozitiv. Po, qka mu më pengon me rjetet sociale edhe me fyrjet në rjetet sociale, jonë të i fi fmit. Do me thonë, ka paragjykime për fmi. E kom pas një rast, një fmi, unë e këto pe thomë gjithka, edhe gjithë kom e thonë qëto. Një fmi, në histori, Flutrat është festivali i fmive, që dalin fmit me këndu me këngat e tyne, edhe gjithë kena pas prej ftes prej organizatorit të festivalit me marrë pjesë edhe një fmi rome. Ndër vite, qyshu ka qelë, edhe gjithë ka marrë pjesë në grupi i këngve romës e diçka të fmive. Edhe mos gabofsha në vitin 2023 ose 2021, veç mos gabofsha, një fmi rome për herë të parë e ka fitu çmimin Flutra, do me thonë çmimin më të madh të festivalit. Edhe kanë ardhur një portal tjetër, masane me intervistu atë fmin qysh tek, adin, edhe e kanë postu ato. Edhe adini çfarë komente ka pas. Maramense.
hajtë se këto janë mësu qështut, kur rritën edhe këta e merë na i fshisë në dorë, këta janë me shki, një fëmis 7 vjeqare, a pëdin? Hajtë se edhe kur rritët botë si ata tjertë me shki, qëta janë sene që nuk duhet një fëmi mi përjet. U t'lut, na unë e di me mbrojt vetën. Po jo një fëmi 6-7 vjetë, që kanë fajaj? Aty u konë që unë për herë të parë një jetën tem, i kom thonë vetës a duna me jetu në Kosovë. Masandej, çka të ka bo me qëndru në Kosovë? Edhe a ke shqyrtu me dalë për Kosovës për këtë arsye? Jo, nuk e kom shqyrtu me dalë, po u kom vetëm arsye a ja vlen edhe nesër një ditë fëmija jem me fitu një sukses të madh, edhe qështu të mi thonë dikush fëmijës tem. Adin, cili mindset, cila ndërgjegjet lejon me bo qëto për një fëmi. Qa, adin, pastaj kena marrë masa, janë hek komente, diçka, po analen qëto, jo asë njëherë. Qësh me ndonë që forma me e mirë mi nalë komentet? Mi dënu. Duhet me gjithë naj instrument, duhet me gjithë naj mënyrë që komentet fyse mu dënu. Definitivisht. Shumë janë të kriju, jo vetëm për komunitetin rom ose për fëmit, edhe po në total, globalisht, janë të kriju problemet më dhaja. Duhet me gjithë mënyrë qysh mi parandalu ose mi ndalu mu dënu bre, për shembull Gëneshi ka shkrujt për dikon një koment fys, unë e pe di që ka organe për shembull që mundën me gjithë edhe mos më konë useri me emër të Gëneshit me gjithë kush është taj tip, apo kupton? Edhe me dënu atë tip, ajo është shumë e letë. Kështu që po menoj që edhe rrjetet sociale nëherë po ndikojnë keq në paragjykime. Po pse mendon që vazhdon me konë kjo mendësi që njerëzit nëse shohin që një vajzë e vogël e komunitetit rom ka fitu diçka, pse mendon që u kultivu që kjo mendësi? Nuk e di. Unë po menoj që është, po më vjen keq që po them, është prej gjeneratave të vjetër. Për shembull, gjeneratat vjetra nuk ka pas, unë e kuptoj edhe palët e tjerë nëherë që po diskriminojmë, apo më kupton prapë po kthena te konteksti, po mundona me kriju telepatin me secilën palë. Pe kuptoj, ndoshta në vitet e kaluara para 50 vjet nuk ka pas një gynesh që me pas dikush një gynesh, ose këto profile tjera të shuar rome që tash që janë të suksesshëm, nuk ka pas që mi andru pak qysh me thonë dukjen komunitetit, po unë e menoj që është për shkak të prindërve. Që fësë unë nuk e mësoj fëmijët teme, mi thonë ajo është shoqja jote, ose shok jot, fëmija jeme kur ka murit ka mi thonë ti je ma gjup. Apo kupton, unë e kom pas rast që një gjysh tu e qu fëmin e vetë në shkollë, i ka thonë rriut se tanë ma gjupi. Edhe që një qfar bumerangi që ta, unë e kom du gjyqë, qëto tu hecë. Edhe djali vlau tem qëllon në kopsht me atë fëmin. Edhe po më vjen në shpi, po më pyet, qka do me thonë tanë ma gjupi, qka është ma gjup? Kush ka thonë, tha një shoki tem i ka thonë gjyshit vetë. Unë e ndëgjova qëto. Ta shqysh mi a shpjegu, a i fëmi, qka mi thonë? Adin e jonë shumë rases qka mi thonë, edhe kisha vështërshim ja shpjegu që prit, adin kështut, deri sa ja qartësova unë atin kry, që nuk është diçka keq, ata kanë gabu, kthemi në kontekstit që pararsit. Nuk po mundën me eduku fëmijët e veta, edhe po ka kësilloj probleme apo diskriminime. Unë e jam shumë sensitiv në dy çështje. Në gender rights do me thonë kur vajzat po diskriminohen edhe vajzat rome po etiketohen si martesa të eshme edhe braktisje të shkollave edhe për që to pijap ma shumë zor me arrit une edhe vajzat tjera që me tregu prit një se na nuk jena martesa eshme, jemi edhe qështut, edhe çështja tjetër është te fëmijët. Duhemi mu kujdes, duhemi mu konë si rreth, si shoqni sensitiv në qatë çështje. Kur rritën mundet mos me dasht Gëneshi x personin për shkak të profilit ose karakterit, po nuk mundet Gëneshi mos me dasht një person veç pse është komuniteti i saj. Gënesh, të marrë parasysh që Prizreni është ma multikulturor. Po. Nuk janë krejt qytetet e Kosovës
fatkeqësisht nuk janë shumë të hapura me i pranu. A mendon që në Prizren ka ma pak martesa të hershme, por në qytete tjera ende ekziston ky realitet i dhëmshëm? Për shkak se nuk janë shumë të hapur komuniteti shqiptar me komunitete tjera shqiptare, jo vetëm komunitetet ramashkali dhe egjiptian. Me tregu drejt, kam background për që çështje, po jo sa duhet. Po muj me thonë prej statistikave që i kom lexu diku, që në Prizren, muj me thonë nuk ka momentalisht vajzë që nuk e ka kry shkollën e mesme. Nuk ka vajzë që cila nuk është tu punu, edhe nuk është me naj fakultet. Edhe kjo na tregon neve që sa mirë u punu në organizatat e Prizrenit, organizatat, do me thonë, jo qeveritare apo aktivitetet apo qysh me rumbullak suqitash, që vajzat nuk po mendojnë më martesë. Po në komunat e tjera është natyra ndoshta tjetër, ndikimi i familjes mundet me qenë. Nuk po them veç për komunitetin romashkal egjiptian, po në tërsi. Unë muj me fol, do me thonë, për rrethin, për truallin që e di. Po se cila shtëpi ose se cili rreth e ka çështjen e vet, e ka natyrën e vet. Ndoshta atynve i shtyn çështu të kanë në familje, çështu duhet mu bo, çështu të ndikon familja, jep zor familja. Do me thonë, mundet me pas për shkak të natyrës të atynve, po shumë raste ka që kom dëgju, tash t'i kthehemi edhe pak realitetit, edhe vajzat vet po dojnë. Po dojnë edhe çka mi bo, pse u rrit në qatë formë, që ti ki mu rrit, kimi bo 15 vjetë edhe ki mu martu. Nuk u rrit që prit ti ki mu rrit, ki mu shkollu, ki me nejt në kom tua, do me thonë, ki me fitu, ki mu kon efort financiarisht, me thonë ma qartë, ki me kry një fakultet, masanej që dush ki mu martu, që donë, që ajo është, po jo në rrit, ti ki mu rrit edhe ki mu martu. Të ma parasysh që të ki studimet i ke kry në Prishtinë, afër Prishtinës, kënej e ki jetën në Prizren, cila mendon që është me hapër, në ku është ma letë me deportu? Emocionalisht në Prizren, profesionalisht në Prishtinë. Prizreni është vendlidja jem, shtëpia jem. Apo kupton? Unë e depërtoj, po tash për mu punësu edhe për me mu ngrit në karrierë, po mdo këtë Prishtina është vendi mundësive. Ti ki përvoj edhe në institucione, se kështë mujtë me na shpjegu pak që të pjesën sa ka në vështirë për ty me bo pjesën e institucioni me punu qoftë edhe për një kohë, jo tamon në full time, po tregona si përvoj që shka qenë për ty? Muj me thonë u kanë pjesa ma e mire jetës tem, që jom ngritë shumë profesionalisht, jom zhvillu shumë, kom mësu shumë, edhe kom punu shumë. Me thonë për diku 7-8 muj, jom konë përkthyse gjuhës rome, zyrtare për përkthime në gjuhën rome në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe u konë për herë të parë që une kom bo praktika në për institucione, po tamam e punësuar zyrtare në një institucion u konë hera e parë, edhe i kisha frikat e mija, i kisha ato farë, ako me mujtë qysh, ko me mujtë, po aq mirë kom kalu, sa që ata jonë bo shembull për mu. Do me thonë, a institucion është shembull për mu sa mirë punohet në një institucion. Kom mësu shumë gjana të reja, kom taku shumë njerëz të mirë, më kanë ndihmu shumë, për herë të parë për shembull janë disa manuale të zgjedhjeve për trajnime, për herë të parë unë jam konë ajo që i kom përkthy në gjuhën rome, do me thonë edhe e kom shkru emrin tem në një situatë që pritë se për herë të parë u bot që kjo, për herë të parë për shembull këto stikerat që janë stikera drejtuese, për herë të parë ka pas në gjuhën rome në komunën e Obiliqit, do me thonë ajo u kom për mu edhe vetë mi dhonë vetës kur ajo këqyre qa ki bo, edhe mundësh hala me bo. Do shta më rikëthyte pjesa e, mas e përmende në institucione, so kam problem familje, ja shkollimi në shkollë fillore, a ka pas paragjykime në shkollë fillore, për nxënësave? Po, ka pas. Po, kom pas. Shumë kom pas. Kom pas qatë shumë, ama s'kom pas po më do këtë sa tjerë, po kom pas. E di që kom pas, po unë jam kon ajo gjithë që shkojsha mi kallzu mësusës, qofse mësusja nuk merr ke masa, jam kon ajo që shkojsha te drejtoresha. Ka pas paragjykime prej nxënësave? Po. Çfarë ka pas për shkak? Ma gjup. Qysh ka reagu këtë rast mësusja? A ka mësusja e hapur?
mësusja do me thonë u konë që më ka kategorizu si nxënësja ma e aftë, ma e mirë në qatë klasë, edhe asë njëherë më ka zhvillu, nuk duhet me ikë mundësisë që edhe profesionistës të edukimit, do me thonë mësuset e mija, arsimtarët e mija, kretë personeli arsimit që më kanë dhënë mësim më kanë ndërtu. Edhe ata kanë impact të që kjo gëneshi, bile shumë impact kanë të që kjo gëneshi, po asë njëherë nuk më kanë bo mundi keq. Kësha dashtë edhe njëherë me u këthi pak të gjuha që përdojë. Qyshe shete edhe qka do të me ndryshu. Nëse mundesh me të regu edhe raste, jo vetëm prej raste personale, po edhe të njerëzit afërt që jetojnë, që jeton me ta, para gjykimit që pakt e krijon një negativ tjetër dhe njerëzit mendojnë që komuniteti rom nuk arrin. Kisha dashur ti me kallëzu të kundërtën e kësaj, që ka paragjykime, po në njëjtën kohë ai kemi luftuar. Po mendoj, unë muj më konë rast konkret para jushti qësaj. Kom paragjykime, kom e pas, ama kom arrit. Unë edhe të tjerët, që nuk na kam pa. Ka paragjykime. Nëherë mendoj që në krejt botën ka për komunitetin rom paragjykime. Adin i jaqes vetës në Krypir, që so veç në Kosovë, as në Prizren. Po, me të vërtet është e rëndësishme rrethi edhe mënyra që she menagjon situatën. Nëherë është keq me menu që veç pse je komunitet nuk po të marrin qatë punë. Nëherë është keq me menu që ajo tipka ose ai tipi e ka dikon ma të fort krah edhe ai hinë punë me 0 pike ti i ki bo 134 prik ose bla bla, edhe nuk hinë punë, ajo është keq, ajo është vështirë. A ka pas raste që ti nuk je pranon punë për këtë arsye? Jo, nuk kom pas raste. A ka pas raste që nuk ke hi në punë trajnem ose çka do tjetër për këtë arsye? Jo, asnjëherë. Ose vetë s'kom tentu, ose ku kom hin nuk ka pas asi tendenca ndaj me, tash nuk muj me thonë une, veç une jo me fort, jo edhe nuk ka pas tendenca. Une, do me thonë, prap e kom rastin, mi falemderu rrethit që jetoj, shoqnis, që edhe kolegëve edhe kretve nuk ka pas tendenca tash. Pse mu viktimizu? A kështë mujtë për fund me më tregu, cili është komenti më i rëndë që e ke përjetu, që të kanë diku, nështë ta konë edhe pikë kthejse për ty që mi luftu këto gjana, edhe në fund nësi ki një mesazh që unë nuk kom pyet diçka edhe donë me shtu të vetë. Po, unë e ceka më herët, pika jeme dopt është që vajzat rome po etiketohen si martesa të hershme dhe si braktisjet shkollave, edhe fmit. Edhe do me thonë, unë e kom thonë jo prit se vajzat rome jonë edhe qështut, edhe ajo u konë pika jem që unë e jom këthy edhe kom vendos që mu konë ftyr për tjerë që mundeni me mendu edhe ndryshe pak për neve, edhe mu konë ndoshta edhe shpresoj që jo mbo edhe ko mu konë një shembull për një vajzë që ajo me mujt me arrit. Ajo është ëndra e ma e madhe. Që mu konë me thonë, une e kom pa gënishin që ka bo kështut, edhe une e kom bo kështut. Se edhe une e kom persona që i kom pa që kam bo qështut, edhe une e kom bo qështut, edhe ata janë personat paharushëm në jetën tem. Është nana jem. Nana jem është, do me thonë, për mu një success story qysh mundet një gru me arrit, edhe pse do me thonë nuk i ka kry shkollimet e larta, po me karakterin e vetë, më ka mësu që qysh kur hi une në një ambient me këthy krejt vëmendjen të une. Për fund, do është ta më lidh mëse përmende nanën, a kallzon ajo raste edhe vren dallimin qysh i ka përjetu ajo, qysh që nësirë ndaj nanës edhe qysh ndaj teje, që me u po një dallim në nazën e adin pse nuk donë ajo me na ndoshta me na dëshpru ose me na dhonë shembuj negative që na mu dëshpru me ndërprer rrugën tonë, ajo konstante ka veqecni për para. Apo don ti me bu, po du me shku këtu me studio, apo don ti, apo të pëlqen hec, po du këto, apo don, apo të pëlqen hec. Me thonë, na ka dhonë bindjen që e ki dikon mrapa edhe hec. Me thonë, në krejt qëto situata është shumë e rëndësishme me pas përkrahjen e rrethit, shumë ma lehtë mri.